dakord, ne duhet jemi të kujdesshëm edhe si politik dhe ne kam përshtypjen se jemi ka të ndisur, domethënë qoftë pushtet, qoftë opozit, pak a shumë, unë mendoj ndoshta do ta them pak më ndryshe. Amerika është pikë të hallit me ne. E ka një qeveri, domethënë populiste që dorën zemër, nuk është për mas mirit, po e ka një opozit gati hiq. Shtrame për toke, të rëzume, tash s'po i vjen. Domethënë një opozit të rëzuar dhe një opozit e cila nuk po din se ku e ka as vetveten, domethënë e përhumbur. Dhe në këtë rast domethënë po përpiqet pak a shumë ndoshta përmes vjosës, ndoshta qarqe të caktura. Kemi edhe një shoqëri civile të goxha të dobët. Dorën zemër kemi vetëm një sektor që janë media, që pak a shumë për mendimin tim mbahen më mirë në këtë demokraci dhe një problematik me të cilën domethënë nuk po shkojmë. Unë nuk shoh rrezik. Pse nuk shoh rrezik? Për faktin se jemi projekt fatmirësisht, si thot Gjeniu për mua i kombit, Faikonica, ruezo Shqipëri nga shqiptarët. Pra, për fat tonin ne nuk jemi ata që jemi të zot as me i bo vetveti shumë, sepse jemi projekt Amerikan. Dhe e sheh pra Amerika t'jep mesazhe shumë të qarta. Jam kundër qeverisë, jam me popullin tënd. Dhe kjo do më thonë dëshmon që ne nuk jemi të rreziku. Sa i përket asociacionit është një problem tjetër, do më thonë sepse është një nga marrëveshjet për mendimin tim, e kam thënë disa herë dhe e përsëris, është marrëveshja më e keqe ndonjëherë për Kosovën, natyrisht se nuk është e lezetshme as për Serbinë, sepse e kam thënë mos gabojmë te ju, unë pres deri në qershor 2 akte që do të jenë shumë të mëdha. Pres formimin e asociacionit që është i dhimbshëm për ne dhe pres njohje nga Serbia, domethënë ai analisti njohja nga Serbia mund të pjesë parë këtij viti. Besoj që do të jenë detyrem. Dhe Trumpi është jo fort konvencional, si që janë evropian, si thonë ata more polite, pra më i pranueshëm. Trumpi është shumë i drejtë për drejtë. Dhe nëse do të mund të aftoj edhe Vučićin edhe Kurtin ton dhe t'ju thot atyre, a e kanë këta guximin të rezistojnë sikurse i rezistoi Zelenski që pastaj jo kërkoi. Pra, unë atë them se të dy detyrohen, madje një herë kur ishte ky presidenti serb, ky Vučići me hotin dhe e sulmoi opozita në Serbi dhe tha kujtoni, tha se jam kaq budalla, tha unë, tha që t'ja kthej, tha fjalën, tha Trumpit. Pra unë pres që këta do të shkojnë. Prandaj edhe këto lloj po i quaj kushtimisht turbulencave të brendshme edhe në Serbi edhe në Kosovë, pra kam përshtypjen se krijohen krejtësisht artificialisht dhe në një farë mënyrë nën dirigjimin e Kurtit dhe të Vučićit, sepse këtyre njerëzve derisa nuk zgjidhet problematika Kosovë-Serbi, këta janë përfituesit më të mëdhej, dorën zemër opozita është e rrëzuar edhe në Serbi edhe në Kosovë dhe, si thot populli, ju bie shin kopsh për këtyre të dyve për të vazhduar me qëndrimin e tyre në dom të shtetit. Natyrisht në dom, edhe Serbia po e dom të vetën, por ne s'na dhimbset, natyrisht ne jemi më shumë, sepse vetëm sa për një informacion, në një informacion zyrtar, në muajin janar, inflacioni në Kosovë është 5.8%. Domethënë, është një inflacion, domethënë sigurisht. Jo më dim krejt kulet tonën e dim, çdo njëri. S'ka qenë 2024-2025 asnjëherë. Pra është më i lartë se sa krejt mujtë e 2 vjetëve të fundit së paku. 5.3 ishte në dhjetor të vitit kaluar, në janar 5.8% inflacioni. E vish rritje ka ky inflacion se nuk ka romi.